Në portin e Durrësit ka nisur fluksi prej kthimit të emigrantëve për festat e fundvitit. Për këtë arsye, nga e njëjtja do të nisin lundrimet e dy fishta të tragedeve që lidhin dy brigjet e Adriatikut për të përballuar shtimin e udhëtarëve dhe të automjeteve. Që nga nesër do të jenë 3 tragedie për ditë, por do të funksionojë sistemi Doppio Corse nga data 18, pra do të kemi 5 tragedie në data 18, 19 dhe 20, nga Durrësi dhe nga Ancona. Sipas kapitenit të portit të Durrësit, për të përballuar fluksin, edhe policia kufitare do të punojë me 24 sportele për kontrollin e dokumenteve. Policia kufitare do të shtojë kapacitetet e sportelet deri në 24 sportele të hapura në ditë për punimin e pasagjerëve dhe të mjeteve, por gjithashtu edhe degaduganore Durrës dhe forca sigurisë portit Durrës do të punojnë me kapacitetet të shtuara për të përballuar me sukses këtë fluks të festave të fundvitit. Festat e fundvitit shënojnë periudhën kur shumë emigrantë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në vendet e Europës rikthehen atë dhe për të kaluar pushimet pranë familjeve të tyre.